Lidhja Demokratike e Kosovës ka vendosur që më 31 janar të mbajë kuvendin e saj, në të cilin pritet të merr vendimi lidhur me ofrimin e dorëheqjes së kryetarit aktual Lumir Abdixhiku. Vendimi për thirrjen në kuvendit vjen pas zhvillimeve të fundit brenda partisë dhe debatit të brendshëm mbi drejtimin politik dhe organizativ të LDK-s. Kuvendi i 31 janarit konsiderohet vendimtar për të ardhmen e lidershipit të LDK-s, ndërsa pritet që vendimet që do të merren të kenë ndikim të drejtë në riorganizimin dhe pozicionimin e partisë në skenën politike. Vlen të theksohet se ende pa u kuptuar nëse dorëheqja e Abdixhikut do të miratohet nga kuvendi i partisë apo jo, ish kryeministri Abdullah Hoti të dielën shpalli kandidaturën e tij për kryetar të LDK-s. Analisti Akil Latifi në një përgjigje për Bota Sot ka theksuar se gjendja aktuale e LDK-s kërkon unitet dhe maturi, por jo duke anashkaluar problemet reale që sipas tij janë krijuar nga strukturat të udhëheqëse. Ai ka vlerësuar se reflektimi dhe përgjegjësia janë parakushte për unitet të shëndrueshëm. Latifi ka kritikuar kryetarin aktual Lumir Abdixhiku, duke thënë se ai nuk është treguar unifikues i partisë dhe se në demokraci funksionale humbjet e përsëritura zakonisht pasohen nga dorëheqja si akt përgjegjësie morale dhe politike. Mendoi se gjendja aktuale në të cilën gjendet LDK-ja kërkon unitet dhe maturi, veçanërisht për vendimtarët që i kanë dhënë shumë për LDK-n, por uniteti i vërtet nuk ndërtohet duke anashkaluar realitetin dhe problemet reale që na kanë sjellë strukturat udhëheqëse të LDK-s. Reflektimi i sinqert dhe përgjegjësia janë kusht për unitet të shëndrueshëm, jo pengesë për të. Për fat keq, kryetari i gjertanishëm zoti Lumir Abdixhiku nuk është treguar unifikues i LDK-s në çdo demokraci funksionale, në çdo garë humbje, edhe mund të jetë pjesë e nëse ajo përsëritet në vazhdimsi pasohet nga dorëheqja si akt përgjegjësie, integriteti e morali janë të domosdoshme shprehjet ndër të tjera i